Gara për drejtues të drejtorive vendore të policisë së shtetit do të zhvillohet në 4 qarqe të vendit, ku aktualisht drejtohen nga drejtor të komanduar. Krahas drejtorisë vendore të policisë Tiranë, që do të zgjedhë drejtuesin e saj pas dorëheqjes së Elton Alushit, do të zhvillohet garë dhe në drejtorinë e policisë Fier, Durrës dhe Kukës. Më konkretisht, në drejtorinë vendore të policisë Fier, aktualisht është drejtori komanduar Erion Ahmeti, i cili u komandua në këtë detyrë pas emërimit të Skënder Hitës si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Përpara emërimit në krye të policisë së shtetit, Hita mbante postën e drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Fier. Gara është hapur edhe në drejtorinë vendore të policisë Durrës, ku aktualisht ndodhet drejtori i komanduar Ervin Hodaj. CNA ka mësuar se Hodaj është një nga emrat që pritet të garojë për drejtues të policisë së Tiranës. Kujtojmë se Ervin Hodaj u komandua në krye të drejtorisë së policisë Durrës pas shkarkimit të Afrim Tafës. Vendimi marrë nga drejtori i përgjithshëm Skënder Hita pas aksidentit tragjik në Durrës të ndodhur në 3 maj, ku 2 të mitër humbën jetën. Po ashtu, gara për drejtues policie do të zhvillohet edhe në drejtorinë vendore Kukës, posti mbetur vakant pas dorëheqjes së drejtorit Loard Sallaku në prill të këtij viti. Më herët këtë të hënë janë publikuar edhe emrat që pritet të kandidojnë për të qenë drejtues në drejtorinë vendore të policisë ku ka vakanca.